U kalkulojke se në bazë të humbjes që i parashike UÇK-ja në atë kohë, dhe numerikisht llogarit kemi shku dhe në 70 ushtarë të vramë. Ma shumë krimit i ka bo një farë qysh me thonë kombinimi mes policisë, paramilitarëve dhe ushtrisë. Kryesisht ata që në fakt njën si kriminal organik, që i lypin gjak. Për shembull, sot po më tregojnë që njëri prej udhëheqësve të asaj kohe ishte pej Kapeshnicës Pejës. Dhe sipas informatave ai njeri ka qarkullu ko pas kohë nëpër Kosovë. Kohëve të fundit po flasim. Zoti Haradina po na tregon për një plan që keni pasur si ushtri shërbëtare e Kosovës gjatë luftës për me shpëtu burgosit këtu në burgun e Dubravës. Në fakt është mas depërtimit plagosur, do të thotë java e parë e prillit, unë jam kënë këto fshatra këtu në Tepër në një pjesë të mirë të ushtarëve. Edhe në atë kohë ishte diskutim mes shumë e prorëve, Gzimos Dreni, Mej Maloku, dhe shumë emna të kohës, do të thotë Shkëllxeni ishte akoma gjallë, Shkëllxeni Haradinaj, me shumë qindra ushtarë. Dhe masi i depërtuam plagos në Tepër, pej këto, do të thonë, të Studenicat për Mira Davci dhe për Rugov, ke ideja që me depërtu në burgun e Dubravës, se informatat ishin që këto është i gëmullu Serbia një pjesë madhe burgosnive ose robëve të luftës. Kishte fillu mi sjell pej Serbie, kishte fillu mi sjell pej burgjeve të rajonit mbrana Republikës Kosovës, por një farë fat ose fatkeqësi ra Shkëllxeni me 16 prill bashkë me shumicën e djemve më të zot, me Fatmirin, Asimin, e Luanin, pastaj u vra edhe Agimi, që ishte një prej djemve ma luftar që e ka njoft Dugaxhin. Edhe një farë forme mundësia për me hi mrana, dhe me thonë në depërtu mrana burgit, u kalkulojke se sa mund t'jenë domet mrana për mrana të burgosneve, sa mund t'jenë domet të ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe njëtën kohë u evidencojshin sa trupa ka Serbia rreth, se dihet që rreth murëve të burgjit kishte tanke, kishte arsenal të madh luftarak, për shkak se ishte i bindur që NATO-ja nuk do të sulmon në këtë zonë. Se dihet, do të thonë, e drejta ndërkombëtare, burgjet nuk sulmohen për aviacioneve, edhe pikërisht është edhe ndoshta arsyeja pse NATO-ja e goditi një pjesë të pavilionit në atë kohë. Kështu që ma vonë kemi marrë informata se çka ka ndodhur. Do të thonë, nuk kemi qenë shumë të informuar për numrin e burgosnëve, nuk kemi qenë shumë të informuar sa është numri i personelit ose sigurisë, nuk kemi qenë shumë të informuar sa artilleri ka rreth zonës, dhe nuk kemi qenë të informuar edhe për këtë krim që sot jemi këtu për me i kujtu. Do të thonë, nuk e kemi ditë as numrin e burgosnëve dhe nuk e kemi ditë edhe ngjarjen çka ka ndodhur. Tek javë ma vonë kanë filluar me rrjedhë informatat se është një krim i pafamë shtetëror mbi burgosnin e Dubravës. Po nëse kishe pas informacione sipas juve tash në bazë aty në artilerive, aty në personelit që ka qenë këtu në burgun e Dubravës, sa kish me qenë i suksesshëm ai aksion juaj? U kalkulojke se në bazë të humbjes që i parashike UÇK-ja në atë kohë, dhe numerikisht llogarit kemi shku dhe në 70 ushtarë të vramë. Por mbrana pavilionit për shembull llogaritke që është numri i burgosëve mbi 1700. Në çdo matematik delge që 1700 janë më shumë se 70. Personel serb, është të vërtetë, domethënë që ka pas, por ishte koha kur Serbia ishte në shkatrim. Domethënë nuk kanë pas shumë strukturim, nuk kanë pas shumë komandë. Ushtria serbe pothuajse ishte në panik, dy anshëm, domethënë ishte panik toksor për UÇK-s, në panik kajror për forcave të NATO-s, domethënë edhe ata lëvizjet e trupave kanë bërë në mënyrë shturnë. Domethënë kanë shtinë nëpër shtëpia private, tankset, nëpër hotele, nëpër objekte, garazha, depo ku kanë gjetur, domethënë u konë totalisht jashtë funksionimit që si organizim. Ma shumë krimit i ka bo një farë qysh me thonë kombinimi mes policisë, paramilitarëve dhe ushtrisë. Kryesisht ata që në fakt njën si kriminal organik, që i lypin gjak. Edhe kjo është arsyeja ndoshta edhe pse një pjesë e udhëheqës në atë kohë, domethënë hezitonte se mundësia ishte që na të sulmu pjesën e ushtrisë jashtë, ata do të hakmerren burgosnëve. Po nuk e kemi prit që do të ndodhë një krim i kësaj natyre, se këtu nëse i keni ndëgjuar burgosnit, i kanë grumbullu, i kanë prunë këtë fushë ku jemi, edhe në farë forme është bërë një ekzekutim masev ma barbar, që nuk e dija ka historia njerëzimit kësi rastit në gjajshëm. Në një pyetje këtë përfund, sa është bërë për institucioneve të Kosovës që kjo krim, pra kjo gjenocid me marrë drejtësia, me vendos drejtësia, të marrë parasysh edhe pak për ekspozitave
këtij viti që u bën pra në qendër Prishtinës me dhënat pasakta nga autorë të cilët më tani më dijen. Është fatkeqësi është tendenca për minimizu krimin. Aq më tepër kur ky minimizim vjen i financuar prej një institucioni që ka për detyrë mi sensibilizu edhe mi njeh krimi. Por çkado që bën një shtet ose një shoqëni normale për këta njerëz nuk o ball. Sepse këto me të vërtetë, domethënë njeri që nuk ka zhdrym këtë tokë, edhe nuk e ka ndëgjuar një të burgosur për të vërtetën çka ka ndodhur, nuk e kupton çka ka ndodhur realisht. Por edhe më e keq është kur ata njerëz që kanë bërë këtë krim janë pikërisht të zonave rreth Dubravës. Për shembull, sot po më tregojnë që njëri prej udhëheqësve të asaj kohe ishte pej Kapeshnicës Pejës. Dhe sipas informatave ai njeri ka qarkullu ko pas kohë nëpër Kosovë. Kohëve të fundit po flasim. Për shembull ai automatikisht pej sotit duhet me di që këta që thon publikisht për me ndëgju dikush. Ai duhet me kon i arrestuar dhe i sjellën para drejtësisë. Por këtu duhet mu përgjigj shteti serb. Se shteti e ka bërë këtë krim. Nuk është ky një krim spontan i disa individëve. Ky është një krim, një masakër që e ka urnu Miloševići dhe ekipa e tij që sot veç qeverisin Serbinë dhe na sillen si demokrat. Faleminderit shumë. Unë për fund krejt nëse kisha mujt veç çdo kërcënime të erdhën me herë mas një deklaratë tuaj që thotë që ku më marr personalisht ose çysh do qoftë me kudo që na kërcënon. Me herë mas asaj deklaratë tuaj erë kërcënimi i parë. Lavdi gjithë, sot jemi për këta burra. Tojnë gjuhën popullore nuk tu të darusha në shosh. Faleminderit shumë, faleminderit shumë, respekt.